Një aksident i rënd rrugor është regjistruar mesditën e së dielës në zonën e njohur si kthesa e Çakranit, ku një furgon i forcave të ndërhyrjes së shpejtë është përplasur me një automjet tip Benz, duke përfunduar më pas në një kanal anës rrugës. Ngjarja ka shkaktuar lëndime për 2 efektiv të FNSH-s, të cilët u transportuan me urgjencë drejt spitalit për trajtim të specializuar. 3 autoambulanca mbërritën me njëherë në vendngjarje për të ofruar ndihmë mjekësore, ndërsa policia e Fieri vendosi perimetrin e sigurisë për të shmangur bllokimin e qarkullimit dhe për të mundësuar nisjen e veprimeve të para hetimore. Blut e Fierit kanë marrë deklarimet e drejtuesve të mjeteve dhe dëshmitarëve okular, ndërsa mjetet e përfshira në aksident janë dërguar për ekspertizë teknike me qëllim përcaktimin e saktë të dinamikës. Sipas dhënave para prake nga hetimet në terren, dyshohet se drejtuesi i automjetit Benz ka kryer një manovër të gabuar, duke goditur nga pas furgoni e FNSH-s, çka shkaktoi humbjen e kontrollit dhe daljen e tij nga rruga. Policia vijon hetimet për të sqaruar plotësisht shkaqjet e aksidentit dhe për të përcaktuar përgjegjësitë ligjore. Gjendja shëndetësore e 2 efektive të plagosur raportohet e stabilizuar, ndërsa pritet vlerësimi i mjekëve për ecurinë e mëtejshme të trajtimit. Aksidenti ringre edhe një herë shqetësimin për rritjen e numrit të përplasjeve në këtë segment, i cili njihet për lakimet e rrezikshme dhe trafikun e rënduar, sidomos gjatë fundjavave.